edhe shikuesve tonë me qartësimin e situatës që është LDK, po LDK-ja ka gjendjen keq, ajo ndodhet në Kryq, i ka dy rrugë. Rruga e parë është që kjo që duket që do të ndodhë, është përplasje e figurave të ndryshme, përplasje degëve, përplasje klaneve, edhe kjo do t'i kushtoj energji e brendshme dhe nëse kjo vazhdon, LDK-ja do dobësohet edhe ma shumë, do të humbë elektorat, do të defaktorizohet në skenën politike kosovare, ose e ka atë rrugën tjetër të reformave, nëse edhe kjo strukturë rreth Abdigjikut, po edhe ta kundërshtarët e tij, për të mirën e partisë, do t'i lënë këto inatet egot e tyre, edhe për të mirën e LDK-s, po edhe për të mirën e Kosovës, sepse Kosovës i duhet një parti si Lidhja Demokratike, do t'i hinë një reforme të thellë të brendshme. Tash do të ndodhë mas 2 muajve, mas 6 muajve, nuk është shumë me rëndësi, po në perspektivë i shdeshme ndodhë një reformë thellë brendshme, një reformë thellë të programore, një qartësim ideologjik që i mungon LDK-s një kohë gjatë, edhe një mënyrë duhet me ardhë me oferta, duhet me ardhë me projekte, duhet me ardhë me kauzat të cilet ja traktojnë elektoratin. Nuk e kam kjo gare brendshme nuk është që ja trakton elektoratin e ri posaçërisht. Edhe ata që vërtet kanë qenë votues tradicional të LDK-s, veç se lodhen një ditë me këtë garë të brendshme edhe shpesh edhe në mbrez, duhet me thonë. Kështu që kjo është sot është ka qenë ditë e keqe për LDK, nuk ka qenë ditë e mirë, mendoj unë. Mu jam falë, veç lidhje me këtë argumentim. Se ditë e keqe kur 3 kryetarë degësh kërkojnë haptazi publikisht